Mirëmbrëma të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe analizuar edhe një herë se çfarë do të ndodh sonte. Kam patur mesazhe pafund në fakt edhe në TikTok edhe në Instagram duke më pyetur Tirona mendon që sonte Miri do të gjykohet nga ana e produksionit dhe nga ana e opinionistëve për gjuhën e përdorur kundër drejt Mateos. Tani le ta konkretizojmë për çfarë bëhet fjalë. Pas përfundimit të Prime-it të kaluar, Miri dhe Mateo patën një konflikt të dy. Realisht nuk ishte konflikti as i Mirit as i Mateos, ishte konflikti i Brikenës dhe Rogertit, që nisën të ofendojnë njëri tjetrin dhe Rogerti me se zbën e përfshiu dhe Mirin në këtë konflikt. Miri, duke e humbur vetë kontrollin në moment, doli nga vetja duke kërcënuar Mateon, duke ofenduar Mateon deri në ato grada që realisht janë çnjerëzore, do të thënë janë të pa imagjinueshme. Dhe normalisht reagimet kanë qenë të shumta. Ka patur shkrime në Instagramin të Mateos, të cilët edhe familjarët në fakt reaguan dhe kërkonin një lloj sqarimi nga ana e produksionit apo qoftë edhe një zarf të zi brenda shtëpisë. Çfarë u tha? Miri i tha Mateos, unë të kërcënoj ty, pas një fjale që i tha më thënë Mateo, një lloj kërcënimi, Miri i tha Mateos, unë të kërcënoj ty, kërcënoj nënën tënde edhe të gjithë Shqipërinë. Më thënë, kjo është e tmerrshme, nuk duhesh të fare ta thot Miri. Ai artisti me 20 e ca vite e karrierë, ai djali i cili pikërisht në atë Prime i kishte relatat më të mëdha etj, do të thënë ofendoi dhe degradoi Mateon. Tani, a do të jetë pjesë e diskutimit të sonte? Me patjetër që po. Edhe pse jemi në gjysmë finale, edhe pse jemi nat gala, nuk është sonte nat feste. Nat feste kemi të shtunën e ardhshme në finalen e madhe. Sonte duhet të diskutohen këto gjëra. Tani për ta hequr Mirin nga shtëpia, me patjetër që nuk e heqin sepse Mirin do ta çojnë drejt finales. Nga që po ta kishin hequr Mirin nga shtëpia, do të kishte ardhur zarfi i zi dhe Miri do të kishte dalë që në momentin kur e tha atë fjalën. Por produksioni e ka në interes Mirin brenda në shtëpi, por mendoj që sonte Monika do ta mbrojë Mirin edhe do ta nxjerrë Mateon si provokues për të ardhur drejt atij kërcënimi, ndërsa e pres nga arbri që të jetë pak më koherent, pak më i drejtë dhe të jetë pak më shumë zëri i publikut në mënyrën se si do të shprehet me Mirin brenda për t'ia thënë këtë fjalën, se nuk është e bukur të kërcënosh ti një nënë shqiptare, e cila nuk është as pak pjesë e kësaj shtëpie. Tani, a presim që të diskutohet si temë? Me patjetër që pres që të diskutohet si temë dhe pres në fakt që të komentohet kjo gjë sonte. Uroj që produksioni ta ketë vënë në rend të parë këtë kërcënim që realisht duhet të merr zë dhe duhet Miri të ngrihet dhe të kërkon falje kundër drejt familjes së Mateos.